edhe dë mafioza që janë, fjala dë mafioza që janë në Itali, a kupton, edhe ca në han burg, han furta, ku s'di gjaune. Sa atone ja kanë dhënë urdhrin El Parupi të bish. Dakor? I kanë thënë El Parupit, ti vazhdoj shaje, mëson mujësin ai, shaje dhe sa semi ti vi shpirti majtus, fusi një ndërmjetës, ti jape lek, edhe të mbyllin ma betët, a kupton. Kash, që s'ka gjatë semi me El Parupi në bish. Nuk ka gjatë. Pa mirë semi pas karabë, se semi talë kari me gjithë, jemi dakord. Po, Alex Visha, qa i bon ju El Parupit? A do lje shajti? A e dëgjënoj Alex Vishën kot, i ram qap. Edhe pas të shkëti mor karin nga Alex Vishës. Ore Alex Visha, o të gjithë kanë falë mu se jam i smun. Më mungo moza. Po ju tjerë që keni vlezen, që keni gra, keni motra, keni burni, keni kanun, se s'ke ti, po kanë vlaja tjerë, deli vla rotkari, si që më tha njani sët, më tha mu, tha, ore, për ne vritë, tha ata, tha, si shten familja ime, ore, vetë ne në linjë rahat, thojnë, ato vrite, s'morim gjakne, e kupton, por tani, qotë El Parupi, shanë Alex Vishën, për qa shajti, ha? Për me e poshtru, për mi vjetë famen. Po s'ku shko ti? Si a bo klevjo, si e vedore këshon, ku shko ti? Si do më ish famen ti? Du të gjurë 10 milionero, si shka gjujt ki bosi, edhe e merë famen. Edhe të rasin gjithë shqiptarët, o babi, po nuk ti nuk mund më ish fam ti? Tu shajt, burrin huj se ka hap, gër, si shma jep truni mu, për shumë, mu ma jep truni. Kujto, shokoj semi si ju gjun njerëzve, se më vjeni natë, se ju gjun njerëzve, që tjera që na flasin me mu në privat, edhe tjera e shof semi të i gjytë të mund tani, unë o jam rotkari unë, ose janë këto rëfshima që e shajnë me mu, edhe shkën jam unë ngojnë privat. Kjo më hik truni mu, bish. Edhe Eli, pa të thënë mu, ka 100 luana, e kam mesazhin këtu, a kupton, prej tha, se vetë ty ta publikosh videon, kur ta shohë qesin semin duke i ra me dorë në kamer, po si bika semi 50 vjeç, a kupton? Nuk jetë si ngrepet kari, si ngrepet, se edhe po si unë ngrep këshune për mosh, ngrep milase, i fut vitaminën P, lang P-je, a kupton? Që kushton, edhe mes mi unë ngrep, po mashallah i punon ati, se hashëndetshëm. Ma hana një nga, që qutani, nga Amerikë, një nga Afrika në gjënat bio, e kuptan. Mos fol më fjallor të pistë, o nana, bë ma bet po bëjmë. Edhe këshu, ka dilte El Parupi, dje, kër e pyti dje Greca, a di sa i flis qarë. Kur doli dje pyti Greca, tha sa veta ken live, e kuptan. Tha sa e hapa, tha kam 9 veta, e kuptan. Kam 9 veta, tha në live, tha, te ajo, me kështë dali mashtrus për Kosovë tani, a kupton, bashkëpunim me Elin gjasme për natë semit, të bashkëpunu njëni me tjeti. Po pësera kështu dividi shqiptaret ju, ha? Pa disa njërës kanë lënë familjen e vetë pa bukëre. Edhe El Parupi nuk i thot njerë falinderit, u bo vlla me mujësit dodën, për atë zotë, ma para bot vlla me mu o shoku, me mëra që atyne, me mi bo këtë këshijat, bot vlla. A, nëse dalë e tha mune për motrën e tjetër, që une jam zanë për këtë syri, se ka motrën, se kam pas motrën e filanit, edhe ti tullë është hash buk me ta, pashallah, ti një vrafsh të 10 veta, veç burë nuk je. Për atë zotë, unë duket homoseksual njëre. Mu El Parupi, në është ta vret 50 veta, në është ta më vret e më bo shurën kokë e më dhje dhe mu e më lea, mi bo këtë shijat. Unë do t'i thras homoseksual atjeshe. Nuk i thras burë ma. E dinaj ku ga bëj. Dakor? Për mu a i do mbetit homoseksual që njop. Edhe qanë hasmit e mi, a kuptan, dhe hasmit e mi do mbetin homoseksuala. A kuptan, edhe qanë hasmit e mi do mbetin homoseksuala. Por homoseksuali, a kuptan, me thinja më kokë, me thinja në kokë do metet vetëm El Parupi. Ka hangrën bes njerë, ka hangrën bes 2. A e njifni zeken e TikToku se e s'ka shif mja për me në emrin. E njifni zeken, në dash t'ingel hatri, dash
bëj dhaj gjë njerës. E një Zekën ju? A? A një Zekën e TikTok-u të shoku? Pa jo pës qarë ju. Zeka që gjuhë TikTok s'hap live ajo bish. Po, bravo. Atëherë kur u hap GoFondi, qa ka ke plaka më është, qa ka? Ku jere, gjigant? Hare! Ku jere flajti? Qa po bëndi, si kalove? Mirë ke shenë? Mirë falenderit. Më bëhet qefi, më bëhet qefi. Të ndoqja Respekt edhe për ti bo qefi, për mos arrosim ka shaj dikur të qifsha tashë, një me një jemi. Finalin e bëma vonë. Edhe, si pas të ma betin, kur me djemë të rinë burgun, e me shara zhi. Dakor, unë shdo gjë kam pas bon vetë, e kam pas nejtë veç me plesh, kam pas nejtë në burgune. Edhe pra ne kam fitu gjithmonë çdo shërë, unë vetëm jashtë kam hu për shoku. Vetëm jashtë kam hu. Se mu shmena, më morën mend mi lashë, më shkatrun s'di që banër. Dakor? Duke se si ke fitu. Ja, kam hup jashtu në pranej, po dhe dalim të lashurra, të mimoza dhe lashurra. Ako të le mimozët, mimoza ashtu, a e kupta. Atë gjesë, ju shifsha mo të kusht është e shqiptar që ndjek mujësin, ja shifsha rop në pjedh. Kush futet me mujësin, ja shkërdhef rop mu në pjedh. Dakor? Jo ato që s'qarohen, ato që kanë mu s'qaru, po ato që e ndjekin, edhe futet me boj lëra me mujësin, ja shifsha familjen se janë vetëm fisqima. Se ka shqit fmi në live, ka shqit fmi. Gjove, ka shqit një vajs 7 vjeqe në TikTok, a e keni pa viral një vajs 7 vjeqe. Ka shqit një vajs 7 vjeqe në TikTok, ere. Ka pas moza 3 gocare, 3 gocët e mozës i kanë foto to, e keni pa të posten e herë gocët e mozës une? Ha? A e keni pa në herë fotot e gocës të mozës TikTok? I keni pa, unë i kam 3 gocët e mozës tu, si i kam rritë 7 vjetëre. A e keni pa në herë të poste fmita asaj? Ha? Si postoj do të më vati që do të postoj një fmire, një fmi viral TikTok si që bani mujësi shura, edhe ndjekin 1000 motër shima ndjekin ere. E ndjekin 1000 rop shima, o ju shift qeni rop. Gjove, e ndjekin 1000 rop shima, o shoku. Der duke qit fmi 7 vjeç TikTok, edhe duke ndjek nga 1000 veta, së është turpe marja zotit dhe e parupi 50 vjeç bap fmishere. Me qa 3 me parupit vretet pëshurën e të dhjenë. Bap fmish, o shoku, të nejt me mujësin live, të emësu mujësin. Ore kur i ka thënë dje Semi Dubai që e ka shajt pik gocin e vogël, me vdek na unë, si qiku, rota kari që më kanë ngell dilesh në kokë, e 3 hanxar më kraha, e i kila citë në curat, më ka ardhë braja vetë në bisha, a kuptan, se nuk preken fmitare, nuk prek, jam ka dhem shpirti për mimoza bërishë, mos i ka dhem të kujt, po kush që kam postu fmitare, ja postoja fmitë, saj me e prek, mi dhem shpirti, mi a pa fmi gjithë Shqipëria, e që kam postu kur, o shoku, dakor? Kur? Edhe që kam qeni smumë si qike dhe jam prap. Po të sa me i dhanë di fjallë di tani. Po s'kam pas disht. Me i lidhë më përpara. Kur se rrit pa rupin, e ndjekin 1400 motër shima live e ndjekin, duke me bashkë me mujësin, duke fol për fmi, duke fol për varrezat njerëzit si jetojnë. Dakor? E duke ju gjujt lek. Ju ropshima duke ju gjujt lek. Njerëzve që flasin për fëmijët vegjël, njerëz që shajnë varreza. Ku që suti? Budalla. Një që dele vetë vërtetën, apo një që edhe ti s'je mirë, ore s'jam mirë o bish, po pasha Allah një budalla me kanun, për kokë nanës. Valla një budalla me traditëre, për atë zot. Pasha Allah me familja. Dakor? Kur se kam prek, se një që e ke shok, edhe prishësh me ta, dakor, prishu personalisht, jo me familje, edhe me Semi për ne kam qënë zëmru, se ka bo gabim që më ka shaj pari, për ne kam qënë zëmru me ta më bish. I kam thënë nga smu njëri tjetë, unë i kam ram qaf, e kam nga smu,
po se kam shajt kur me familje. E ka bo ki gabimin, ke familja. Por shta kam qenë zëmru me ta. Dakor, nervasi, për unë kam ka smu i pari, po ka bo gabim që më ka shajt. Kjo është. Por, nuk ka dalë semi o bish, duke më tha mund të shifsha deknit. Dakor, këta se ka bo në shoku. Si që ka bo këto tjeret dhe rrinë njani me tjetrin. Gjave, doli El Parupi e dëgjënëri Alex Vishën. Alex Visha nuk ka neve me vjedho bish. Edhe mes me pas lek, edhe në qësës se Semi tani, Semi ka 3 vjeqja ka shok Alexi. Alexi ka gjithë jetën në për TikTok, ka në për Kudijaun, në që janë këto. S'ka pas qanë Semi, ka pas qanë Alexi në TikTok. Dakor? Alexi ka pas supportu si gjithmonë. Dakor? Dhe nuk ka bo asë i gja Alexi nuk vjetë gofon do shoku, me për realitetin. Mu s'ma merë menja, se në është ta kërkeshinova, bish, se unë s'kam dha, bish, mi besu, s'kam asë njëri mi besu. S'ma merë menja të vjetë gofon, se vdes për famë, se në është ta e merë për si për një gofon të Alex Visha, ose gjdo kusht tjetë e merë, për të bo poplin për vetës, për të rëgu poplin që unë jap dashuri për njerëzit, për të ndjek njerëz, sepse çdo gjë o shok, edhe baba ku shihet me nanën ndarke, a kupton, po si pa të me hëngër burri grus, nuk ja jep pidhin ndarke, a kupton, me knajsi, ja le prej zortje, se u dhe ketë pija i prej hallave që ka dhe i hipen prej zordje. Dakor? Çdo gjë që bën këtë jetë, dy kush e bën për sevapin e vet, thot ja bëj për Zotin, a kupton? Që Zoti t'ma bëj, unë ja bëj mbar këti dhe nder këti, që Zoti thot t'ma bëj mu mbar në krahun tjetër. Dakor? Kurse El Parupi o bish, ka vjedh 2 gofonte dhe dëshme vjedh gofontin e tret, që ta dini e di veç unë, as njëni se din, se unë di shumë gjana, dakor, se kur vje puna që dalë shaj unë, ke unë përplasën njerëzit. A kupton, se thënë kja rotkari del live hapur, del shan, se e rrafin këtë se ka probleme, s'ka si njëri, a kupton të shem në elekti e karin pjedh. Ke unë vje përplasën, që ta dini ju, shumë njerëz që ju s'ja merr menja përplasën ke unë. Dakor? Shumë njerëz përplasën ke unë, që ju se dini. Që dalë unë e të shajet bëhet kthej, sepse unë të rëgëj vetëm realitetin. Dakor? Edhe kështu që El Parupi është hajdut, kur ja ka morë shoku tim 10.000 pound zekës, dakor, këtu jena prish me El Parupin. Kaq. Ore, thënë sy, dakor, ja kam thënë sy. Ati El Parupit ka qënë sy të zekës, vdek të nana, mos më lej me rrejt as Eli, as a i në që ka i tjetëri. Zeka, ja kam thënë sy, thash, për si ullësh me tjetin tavolin, thash, i more 10.000 pound, thash, edhe tani ti do mi bo gol tjetër, a këpëto se kishte men mi mor drog, fjalla, hajte ka pe Eli në Amerikë. Po Zeka i ka bolet e ranë, o shok, se unë e di me kaj ka rëthanët e. Dakor? Me kaj ka zhanët e, dhe problemi a mor drogën ati. Thoni, bravo këte, bravo a ne. Bravo këte, bravo a ne. Gjuni për famë si pidh motra. Musëm gjuni njëherë ju shifsha rëpë, si kom pa njëherë me 6 veta me më gjyt njëherë mu shifsha njerën e familjes. Ju shifsha rëpë të shpis. Dakor? S'kam pa i herë me më gjyt mu, a kupton? Tunajt me 5 veta larvë ju shifsha rëpë në pidh. Ju shkërdar që ke herë dhe pamuku. Si ju kam pa një herë, duke më gjyt njëherë mu. Dakor? Se kam pa një herë, gjuni për famë, dakor, duke përjashtu babin e. I ka El Parupi, i kësi vore zekës 10.000 pound, a e vërtet? A është e vërtet që a mori 10.000 pound, që jemi prish në bashkë? Mos e fshiket pa vërëpidhi që ka si kja El Parupi, që të futet të, që të futet shtu El Parupi? Për qa i mizan, se ke darë që thonë njëzve që ka futë Semi Dubai. Hajde këtu ti. E të rgo, për shaj jemi zonë e bashkë. Ku jemi zonë e bashkë? Të rgo pak, a je burë. Ora mu se që aktivizoha të hisha mjutin ati o shok. Për qaj jemi zonë me El Parupin. Se i vodhi zekës 10.000 pound, i thad ja u shej ati Aurelit Nurs, edhe nuk ja shej. Ja mori zekës 10.000 pound, ja mori.
Dakor, edhe s'ja shë Orelit leket, i majti leket për vetës i majti. Edhe breth rrugave të Romanisë, ku t'i gjaon. Dakor, për shta jemi prish me Paropin ju. Se ju s'de gja lidhi Semi. E s'de gja lidhi me ato, nuk dalu në shoku, Semi. Unë të thashe, mor Semin privat, qo lek, pus nat makines o shoku, i tërgës operatorin. Qo lek, ke o bish qom. Se mos kesh për vetës, ke lek për gjithë. Kash, kurse Parupi, a zanë me mu vetë si i vodhi lek, zekës. Ku e shpive që ati fukaret vogël, ja mori më shoku 10.000 pante për kokë të nënës ja ka morë, në qësë se flasë për i nati, u bofsha të copash me makinere. Gjave, ja dhe më ka shkrujt djerë, më ka shkrujt, dhe ja mërë prap, ka thanë, për i natë tatë. Më ka shkrujt djerë, për artë zotë. A do një me ashit mesajin. Ja ka morë 10.000 pante, do shok ju s'dini asë i gjalla. Dakor? Edhe ati sakatit lejës, edhe ati sakatit, ka ishte i sakatit tjetër, ati sakatit lejës. Qeve si që puna. A i shkreti kërkaj 17.000 pant, kërkaj për analiza, për që jo dushin ati, për atë sakatin atje, që ishte në lejsh, zot na falë, njëri që kishte probleme me shëndetësorë, si mi i thanë, sa gjëno mi i thanë sakat. Edhe a i kërkaj 17.000 pant, i tha Eli, ta hap gofotin u kasht, ti suj kasht TikTok dhe mos fol. I tha, edhe leket e tjera i mori Parupi. Dakor? Ju se din jasë njënit vërtet, e vetëm kletë kur ti din. E ka hap 17.000 pant gofondin e ka hap Eli 30.000 e ka hap. Nuk e di se sa hapi fix, po leket e tjera, se shi kur hapet gofondi. Edhe profesori, kur hapi gofondin tim, kur hapet i gofond të quna, përveç si Semi si i bo gofondet vetë. Ke pas i s'merë pjesë përko si i bo gofondet vetë. Kur hapët një gofond, gjoni pak primeje që ta keni primeje. Shi që ndodhe. Unë kërkej 20.000 pand, për shemull. E në gjanë, edhe ti më thu, unë dhe hapi 30, po ti mos fol, thot. E kuptan? Unë dhe hapi 30.000 pand, po të tjera i merë tjetri. Kur shë hap gofondin, në emër të tjerë, në emër të me thanë, që se ka në emërin e vetë, a kuptan, që e merë dikush për sipër, se me hap vetën tani, për që me thanë, o quna po, jam i njëri i sakatum, a kuptan, kam probleme, karin pjedh. Me përqinje thua, normal pra më bishë, nuk hapet gofondi pa përqinje më shok, dhe rion tani para shqiptarve, për se vap, unë se vap për shokët ti qa bëj po, kam lek po, kam 100 pand gja po, që 20 pand të jo shok, se 80 pand dhe i haj për shpirtin tim, dhe hap familë, se di që ka probleme t'ju, zë t'jap ti 80 pand dhe shoku. Dakor, e t'ma 20 pand për vetës. Pa ka shu zote këtë fatkesi, unë t'jap 20 pand dhe shok, edhe nja qeta, por nuk të dalun para shqiptarve, bap mish, me familje në shpi, me grua me familje, dhe dalun para shqiptarve tani, a në gjon, me lyp, a kupton, mlidhi ju, o shqiptar. Kush mund ta bëj për shembull, se Parupi nuk o i famshëm. Me e bo Alex Visha, për shembull Alexi ka vite. E kupton? Alexi ka fitu zemrat të shqiptarve që me klevisin. Okej, atërës, a i në klevis që ka pas e klevisi Shkodrës, a klevis e ka pas, a i Shkodrës, Alexi ka mërë famë dhe ka fitu zemrat të shqiptarve. Ju pëlqen si ju pëlqen ju, më pëlqen se më pëlqen mu, dakord, i ka fitu që ku boni 600.000 euro atë herës. Dakord? Edhe Alex Visha do, e ka këtë rrugë. Kushte Parupi hyrin TikTok si dhunu si shurës, edhe sa fillim e kam pas dasht me full realitetin Parupi, kam thënë njëri serios, mori hakun që i takonte, pavarësisht se shqiptari nuk shnjërzot i gjuhët rifet, për nuk i bot shurra në kokë, a kupton se në fund fara s'ta ka shijas nanën as gru as motrën, dakord, nuk i banë të gjëna rifet, prejet në spat, prejet në hanxar, bo futet në qeset zes, jam dakord, për mi bo shurën shqiptarit në kokë, edhe me dal, shqive tani, shqive sa dëgjënum janë të dy, Parupi,
El Parupi bani shurrën kok. A kupton Mojsis? Mojsia vajti duke bo shurrën të varrezat. Mu vjen turp nëse dikush ka bo shurrën kok, e çket shurrë ka varrezat se me ba bo shurrën kok. E me dal me thonë ju shif sharëp prap s'është turpëre. Ju shif sharëp të se mzut 5 veta dhe ma bot këtë gja. Po me hitër shku të varrezat, e me bo shurrën të varrezat. Edhe e mos me të kujtu kur kam bo shurrën kok, kjo është një gjë e ranë o bish. Gjave, kjo është një gjë e ranë, merrja si doni ju. Edhe shive tani kush rrin. Hini El Parupin TikTok, hyri si njeri që mori hakun e vet. Mori respektin e ndaj familjes pavarësisht turpin që bani që i fshurri shqiptarit vet i fshurrin kok. Edhe mund të ma bëj nesër dhe ju do thoni bravo, ju që më keni natë do thoni bravo. Ore jam dakord. Po merre njerë Kuranin, Biblën edhe kanunin hapi, a ekzisto kuni që shqiptarët burra i fshurrin hasmit në kokë. Shive tani, a e ka kunin kanun dhe në Kuran dhe në Bibel, a qa feje tjera shka. Nëse ekzisto kuni, mund të boni gjithë. A e kuptan. Kjo nuk ndodhen. Dhe me thanë kërkunin kanun edhe në Kuran dhe në Bibel. Sa është të shkryt me që hasmin tatë, ti ta presis spat, jam dakord. Tash njërzësh nuk jam dakord. Harroje. Edhe qa boni El Parupi? I bani shorën kokë Mojsiut, a i dëllje tha që nusja jote, motra jote ka qenë e dashura ime, prandaj ne jemi zanë, e kupton, Karin pyth, dolje Eli hite një live, hite ma, e kupton, dhe me thanë, qa mashtrimi bani shqiptarve, u hoqi burr me sedër, dhe e përdori TikTokun pastaj nga një TikTokun e hyri si pjesë. Mi u tërgu njerëzve që unë mora hakun e familjes, sepse ishte nisin TikTok historia ti. Unë mora hakun e familjes, a kupton dhe e mbylli TikTokun fjalaj. Vazhdoj, a kupton të tërgu një video sot, të tërgu një nesër, dhe me thanë përdori nderin e familjes, e përdori për të kërku famë dhe për të përfitu lek nga TikToku. Edhe pas të vazhdoj programin, doli shajti Aronin. Aroni në qoftë kokra legenit qoftë, Aroni El Parupin e ka dasht. Dakor? E ka dasht. Edhe doli e shajti Aronin. Aroni jep të jetën për El Parupin. Dakor? Jep të jetën o bish. Se këtu jam edhe për këtë punë, herën e parë me El Parupin për këtë punë jam za ku ka shet Aronin o bish. Kur jam zan me El Parupin herën e parë jam zajt vetëm se ka shet Aronin. Aronin e ka shajt këtë kodë sepse Aroni dhe me thëna shoku Semit. Me pak fjalë, tanë ka fitu famën me sharje, me kudizhaune, El Parupi ka fitu famën me mashtrim. Shqiptarët nështë dhe qësë kanë bërë për ta fitu famën, po El Parupi u prezentu burr, edhe sa unë hira në TikTok, mi u të regu që mora hakun e familjes, edhe s'jam për TikTok une, edhe hiku fjalla. E pa se ishte qyll në TikTok, edhe sa përdori ndarin e familjes, e përdori. Edhe tani mu vin tani, jam të fol tani me ty unë për shembull, po vin 3-4 veta tani, janë njës ato misht në makinë, se 15.000 pound i sot kiti shehune, vetëm shkoj gjuni dhe dal nesër unë jam El Parupi, a kupton 50 vjeç me thinja në kokë, bab kalamajsh, shifni pak se si i gjujnë shurrat e Londrës, si i gjujnë klejt kurtit, live TikTok, ki jam une. Ta jap dorën unë, hipi avionit, hipi avionit tani, edhe hajde gjumë ti mu, edhe se mund ty, që ti je burr. Po je me mëra mu me pagesere. Me mëra mu me pagesere. O të dalë prap TikToker, do thënë këto, je bon si son ju se kom harruat shprehen, si daullë, ku je bos. Si është e shpreh si ma thonë ju se kom harru. Ha? Që mbin mu. Kanë ra 2 herë për gjithë jetën tim o quna. Edhe 2 herë që më ranë, 2 herë o prapa mbes. Ashtë si një dhoj. Ta belqitje, bravo. Tani 2 herë që më kanë ra. Kush mjef mu nga burgu, dal në njani që thot e ka i ka ra kush klet kurti. Dal në njani që thot i ka ra kush të aprek në e klet kurti me darë.
Edhe kur më kanë ra njëherë në burg, më kanë ra 17 veta me leva më kanë ra. Dakor? Si top futbolli, thot ki, si topi futbolli ta shifsha familjen. Nese, kjo është historia e Parupit, ju e dhat audiencë, e kupton dhe e mori audiencën e Parupi, duke prezentu ndarjen e familjes, dakor? Edhe duke shajt Semi Dubai edhe Alex Vishen. Semi Dubai, i miri keq tjetë, e shaj june, e shat ti, e kemi shat gjithë, jemi dakord, unë kam shajt. Më ka thonë të ti bileke, qësë mi ka pru, të thonë të rëgët drejten unë. Më ka thonë të ti bileke, qësë mi ka pru 3 ditë ma vonë se kështë hap telefonin dhe kam dalja kam shajt. Se unë me ndash leket për të qiru mune, për të fut benzin makines, unë ja të rëgët drejten në bish, nuk rej unë. Dakord? Kurse, tjere që i kam shajt, i kam shajt për arsyen, sepse ku më prejnë me hanxar, që këtë krahun, kam 3 hanxar, 1, edhe 2 hanxar i kam tu, edhe 1 kilacit në ftyrë. Edhe u mundun shumë njerëz me përfitu nga une. Dakor, u mundu shumë njerëz me përfitu nga unë, fam me gjakun tim, ku gjithë gëzoshin, unë derdhja gjak dhe shërp nga ftyra, përveç vetëm Semi Dubai dhe El Parupi, me i ra kot më qep El Parupit, për këtë pjesë. Nuk më kanë artë live, dhe me thanë, për famë. Qa janë tjerët, a kupton, edhe Alex Vishi, po dhe Alexis ka qanë, ka hi 2 herë pa Alexis në ka put klevjo, kurse tjerët të shok, kanë hi kret, unë derdhja gjak, edhe unë isha në paranoj dhe thoshin, si ndodhi, pse dole, ti e trim, ti bravo, nuk ka si ti, edhe në kratë tjetër për të përfitu nga unë. Edhe i lash unë, i lash, dhe dole e thash, ti të shisha motrën, ti të shisha rëpt, ti të shisha motrën, ti të shisha rëpt, nuk i thash shisha fmit, nuk i thash shisha dekmit, a kupton, motra dhe mami për të shirë janë. Po si shiu babi, edhe po si shiu kunati, do t'i shi komshiu, do t'i shi dhe quni gjajes komshiu, a kupton. Dhe kështu që bën i zmat. Nese, unë për këtë kam shajt të birë, se kam nejt, ju më njefni, sa veta ka këtu që më njofi mu që në rrugë. Kush më ka pa mu të shaj një shqiptar TikTok, unë kur jam prezentu TikTok, jam prezentu, i kam qani dashëru me një vajs, kam jetu 7 vjet me një vajs, e du prapat vajzen, kam hik për reshkari nga trut, jam i smumë si qik, du një vajs prap, edhe jam rotkari, as kam hitu bosi mafios, as kam hitu thanë se unë kam qanë dikushi, as si gjanë, unë kam hi si rotkari që kam qanë. Po s'kam shajt as një shqiptar. As një shqiptar nuk kam shajt. Dakor? Ma gjeni ju një shqiptar që unë kam shajt 3 vjet TikTok që kam flet në rrugë. Ma dal njani të më thot. Dakor? Unë kam shajt vetëm ato që më thoshin mu. Erdhen, kapen, moza, dashnori mozës, ato kam shajt unë. Ton TikTok si kam pas shajt une, se s'kam disht une, se qa fama, se qa pidhi robes fambes, a kuptan. Edhe mu jam fut në TikTok, jam fut nga psiqiatria, nuk jam fut une, po mërë hakun e se erdi El Parupi prap, po mërë hakun e familjes, e por dëgjënër shok të mi për i famë. Dakor? Unë si kam dëgjënër shok, unë si kam përmen as njerë, unë jam shoku Vislames, unë jam shoku Gestafilit, unë jam shoku Bajrave të Shkodrës, unë jam shoku i shumë njerëzve. Emiliano Shollazi, gjithi njohë, gjithi jam rrit në burg me to. A e ke pa ti dal ti përmenin e herë, është njerë Gestafili, dakor, du t'jap jetën për mu, e Vislama, ju s'dini gja njerë fare, o birë. Dakor, që ato du t'japin jetën për mu, o shoku. Unë s'kam dalë mi shajt një herë, që kurs ma kanë dhënë i dorë, kanë lënë rrugë, kanë hangër buk ka 15 vjet, nga 10 vjet buk me mu në burg kanë hangër. Njofi shumë quna. S'kam dalë mi shajt unë, si s'dali shajnë këto shokët. As një s'kam dalë, kam lanë qëtësin e vetë. Po ju ra menja në herë të bije. Po si ju ra menja, haram ju qoftë. Haram ju qoftë ajo në që kena bo një për tjetër në burg, dakord, ose unë kam bo ma shumë nështë. Edhe kam dhuru dhe 50.000 pound vdik familja në burg unë. Dakord, kam dhuru dhe 50.000 pound, mos e pasha familja, mos u këtef shakur gjallë shpiti, mos më zëvë darka. Vdek të jenan. Dakord? Dhe së dalin kra mu, së ka një mu, kurse El Parupi, edhe unë s'dal mi shajt.
Kurse El Parupi deleshan shkodron të vetë. Dakor, ju shkodron të mbështesi El Parupin. Po kur ju thot ju shkodronve që dilin e për avdhia, fshej mrapa avdhiave, ju e bën El Parupin burr, a? Si dhoni ju? Kur ju thot shkodronve vetë, për qa shiti Mirushburgën, kë une? A shiti Mirushburgën, videon që vajti, ku t'ja shqej? Kush e ka pas video, ja ku, ose më Dubaj, ku e ke marrë videon ti, kur El Parupi ka kap Mirushin me video atë që ka qenë këtë ditëlindja. Kush e ke marrë videon ti? E ke kap ti videon i pari? Ku e ke marrë video, po të pyes ti ose më Dubaj? Fol pak ti. Asnjë se ka pas videon e ati Mirushburgës. Përveç meje, edhe Semi Dubaj e ka marrë kë unë e ka marrë. Dakor? Sa asnjë se ka pas, mu ma prumu dhe shiti Shkodrani, si që më shiten mu ca Dibran, që më shiten, futën paranoje që më smun mu që më shiten, te njerëzit ku më shiten, ashtu i shiti dhe El Parupi. Dakor, unë dhe t'isha i funit që ta merja videon Mirushburgës me poshtru Shkodranin e vetë, me poshtru në për TikTok, duke thanë shi lepri. Gjave? Kush e bani këtë? E bani veç El Parupi e bani. Asnjë nuk e ban. Dakor? Vetëm disa njerëz që janë në qytete, se venalit e mojnë hakun vet, nuk shes si njëri tjetrin në për dunja. Dakor, se çdo ka një kanun. Edhe kur ta prekish hasmin aty ku i them shpirti, do të kesh kanun o bish. Do të kesh burrni, do të kesh karakter. Dakor? Po kështu burra shin ju, për famë, e për audiencë, e për lek falas, edhe bythën e shisni. Edhe bythën e shesni ju. Ka, si që shiti ki si gjuna akullore. Akullore atë hift në byth. Hajde fol me mu ti, El Pith Parupi, ti gangster. Hajde fol me mu për shaj e zanti. A? Mos gjuna akullore. Po shkoj gjuj mu si dodës, që thot mu si doda. Ne, ja se të gjënëri unë tani, pret. She, ta tërgëj unë ty. Ja kush burri e tjenë. Pret. Situatën që ndodhi për ca do me thënë tje edhe nga i grup terrorist prej 10 vetave Gjoja, kush burri kishin tjenë? qenë duke më prit për ja imi i tij është që ka hedhë gruën e vet nga pallati për ta fut prostitut me zor nuk i ka për Ha më të qisha interneti, punoj të qisha motë, punore kur? Që e thiva dhe telefonin, qisha motë, na e thiva dhe këtë. Qisha motërën. Dari karë, niko dhe telefonin. Ako, hiku telefonin, neste, se kemi tjetin të shpia, ta tërge ma vonë. Hiku ki. A kupton El Parupi, kur thet xhami është problem. Nese, kje e ti o El Parupi, dakor? Ky dhe burri e ti. Kështu që, najte me Viktorin, mi tavolin ku Viktori thoshte që unë motrën e El Parupit e kam pas 3 vjetë. Edhe pra ne tani po rri me El Parupin për mes me dalë pa vërtetat. E kuptove El Parupi? A? Kaj. A hap servisi tani kaj në ora 9. Sive telefonin, ma ke bosh. Ti gjush akullore derisa të blesh telefonin ti gjush akullore. Derisa të blesh telefonin 120 pound. Vari kash.
Dhe gjusha akullore dhe sa të blesh telefonin. Dakor? Me akullore dhe tua dhe të blesh telefonin. Kam telefonin tjetër këtu, një sekundë, se kam telefonin tjetër, harrova. Kam këtë telefonin tjetër këtu. Ej. Se kam 10 tjetër ati. A, su fut kush live, thët. S'ka bidhen fut live. Pret pak, shu burri e tjerë parupi. Dakor? U bane mik me ata që të shajti grun, shajti motrën, shajti familjen, qast bani, qast poshtrej, edhe u bane mik. Ki burri e tjerë parupi. E m'ke bo behe, m'ke thonë, që për kokë fmive, unë do të kapi vetë. Po m'kape vetë, të rujtë zotë ju bërë 600 vjeç. Po m'kape me tjerë, si që bërë shben, ashtu t'i gjetë fmit. Po t'a thëmë si burrat. Ose të gjetë ty, se s'kam faj fmit prapë. Po të gjetë ty, me qatë kesh në shpi, qanë njerëzit mbi 18 vjeç. Po t'a thëmë me kanun. Ma e men që apo thot krejt kurti. Po m'kape me pages, me lek gofondësh, ta garantoj se po së mbrabe. Une, se unë s'kam qef me të qajt me familja. Me familje nuk kam qef me të qajt, se s'faj ka as motra jote, as gruja jote. Nuk kam qef, si shmshati mu thu qif sharëp më thu. Dakor? Unë s'qaj se m'vjen turp, se ke gru më shpi. Për një qaj, ju se kam frikë, se unë më luft me ty jam. Di me të qajt. A kuptan. Po nëse s'mund be pache me ty une, si të qajt grun, motrën. Dakor? Edhe atë që të kam shajt të një video, më shajtit i mu të shajta se po ta pi e të shajta. Po unë e sët, që jam mesu, unë nuk të shaj. Më shajta atë notë dhe të shajta. Se ma prunë shpirtin, më shajte 3 herë, shajta 1 herë. Kash, jepi akullot i mos dalo. Edhe kështu është historia o El Parupi. Fut Aurelin, ku është Aurelin më ty? Ku ta zhe Aurelin unë? Ku me a gjithë Aurelin më shumë? A? Iku telefoni, bari karen, kam gjithë të kontakte. Hajde shko ke mekaniku. Jamasin bandin e shabe. Po e shajta Jamasin, ta tham trosh. E shajta sepse u fut me Semi Dubai, edhe Jamasit i shkrujta une, edhe Jamasi nuk e më përgjigji mu dhe thash ma këtheo kundër Semi Dubai. Kjo është arsye që e kom shajt, ja kam thanun. Jo, tha, krejt, i kishim buku TikTokun ati. Për këta, se Jamasin unë e du me shpirt dhe kam dasht shumë. Edhe e du prap. Edhe që kam shajt, piva, unë e shok që shajve shkur pi. Se mik truni, edhe tham, unë shokit i du me shpirt, tonë këse kur rizi sa hini i tret. Jamasi tjera e pat fajna i. Dakor? Kash. E pat faj të dy, jaj. E pat në faj të dy. Thaj. O, krejt kurti, nuk ka, a ma buku TikToku, jo se s'kema përgjigjun, tha. Të di kemi fajt, jemi vlezën, tha. Shnet, dola nesit unë, që e dur. Ato bëna gabim, sepse ti që buku TikToku. Po me Jamasin nuk kam ftyrë mullë në tavolin. Nesër. Dakor? Unë, për vetës tim, unë së ullëm do të tavolin me ata. Me naj tjetër po, me naj grushim, ndoshta ullëm. Kurse me ata së ullëm do të tavolinë, bësh, më vjen turp. Me ata së ullëm do të tavolinë, shoko, me forë realitetin. Kash, me ata u kësh kuptoha se thash, menova se u fut me Semin edhe i ka se le Semi thash më fut laj me mu. Kjar. U lodhë të një të bëjë parë përshim se kam 2 orë duke fol El Parupi hajdut përfundimisht vodhi lek të shqiptarve, vodhi gofonte tani ka hap ora live do hapet do kapet ki me Semi Dubai. Ai bilaner qia rop. Ki ka nën veta live, ai ka 900 kamiona në punë. Imagjinoje tani, me ka do kapet ki.
A kuptoj, me nën veta live, i erdhi turp kërë pyti njani, i sa pyti Greca djeta, sa veta ke live, sa? Fry herë telefonin. Qa ti fry mbëth el parupit të birë. S'ka mi bo lap mbëth fajri, el parupit. Fajri vdes për lap mbëth. Dhe ti fry mbëth el parupit, se prej ati u si telefoni. Fiks, bërë për zotin po besojnë këta fëmijët, sojnë e vërtet. Ta fik makinës se s'kam leko birë. Nuk kam leko shoku, ta fik makinën se nuk kam lek për mi fut naftë dhe kam edhe, prit, kam dhe 1 sekund. Edhe 160 km kam në shok. Do t'ju kisha bo thire me këtë rast, me qeni 300 veta, 150 ju shifsha motrat në pjesë se jeni fancat e mujësi shurës dhe tel parupit, ju shifsha motrat 150 vetave. Atëherës, nëse s'jeni këni artu më gju, sa të hodhis Luan Semi. S'hodhi Luan Semi më bërsh, hodhi TikTok Univers. A kuptan, i kam shkrujt sët, i thash, po më fiket makina për benzin. Gjave, hajde më hidhi TikTok. Nese. Ates, kusha është me bujësin, kusha me el parupi që mdjeken mu këtu live, ju shifsha motrat edhe rëp. Ta dini. Je njëri me shumë vlera, tryt zoti o me. Atëherë, zë njëherë, nuk e ka tradita, as burnia, as kanuni, as Biblia, as Kurani, me shajt fmi, me shajt njështë që sjetojnë, se këto dizjane nuk t'i falë kusht. Dakor? Unë tani, për shembull, në rrugë së në shaj një njëri, me i thanë tjetit, shifsha grun, si themë dot, shifsha motrën, si themë dot. Si dhe mos mi thanë, fjalla më e fundit, shifsha fëmijët, a di që dhe me thanë, shifsha fëmijët, a? I ndish një fajre pedofilin, fajri thot shifoshnjet. E kuptoni 30.000 shqiptar, 30.000 motërshqima. Të shifsha foshnjet në bark. A e kuptoni qa lloj ropqimash do jeni ju që e ndish një ju ata? Ore me fol unë, ju maj gjithë ditë me ma betëre. Me ju të regu unë, ju të regu gjithë ditën jure, shumë zana unë. Se ju më njëfni për rotkari mu. Po se më thoni do të mu, rotkari më thoni. Po se më thoni do të mu pedofil jure. Dakor? Asë më thoni se ti sha njës dekun, asë se sha fmi. Asë se sha foshnje, nuk ma thoni do të mu jure. Dakor? Se se be unë vete në birë. Kash. Nuk e bëj unë do të vetën mi thonë ato gjana. Që unë tani du të bëj pushime që una, beset se më gjut, emisioni vazhdon, a kupton programin Klejt Kurti, do rikëthem TikTok, sepse qa da bësh, ko futin e birë, ik pushotët kje, urdra. Tani, orari birrave. Ruzim ne birë, qif dhe lej rubura, edhe mbyllim avazin. Baret pjesa parë.